Përshëndetje të nderuar miq, ja po takohemi përsëri me videon e radhës. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju. Para se të filloni me videon, do t'ju kisha lutur të abonoheshit në kanalin tim, të klikoni si për zilën që të mos ju ik asnjë video nga ne. Ajo që sot dëshiroj të ndaj me ju është një temë e veçantë, e cila jo rallëherë na përket neve të gjithëve. Dhe kam zgjedh një temë që i kam dhënë titullin Zhgënjimi. Dhe dua që të flas se si ndodh që të zhgënjehemi. Çdo kush nga ne ka përjetuar dhe vazhdon të përjetojë zhgënjime të ndryshme, sepse zhgënjimet janë të natyrave të ndryshme, apo? Dhe ajo është si rjedhoj e angazhimit tanë, në qoftë se për persona të caktuar kemi sakrifikuar, kemi rizikuar, jemi angazhuar dhe me një fjalë, një pjesë të mirë të kohës sonë dhe jetës tonë e kemi vendosur në shërbim të tyre. Andaj, nëse ky zhgënjim na vjen mu nga këta persona, atëherë lëndimi është edhe më i rëndë dhe na prek thellë në zemër, na e lëndon shpirtin. Ky zhgënjim shpeshherë është edhe zhgënjim emocionues, që është në vete edhe torturues. Ndaj, dua të them diçka në lidhje se si ndodh që të zhgënjehemi. Po e përmbledh në ca pika për të cilat mendoj se janë më të qelluarat, edhe pse ka edhe mendime tjera. Por ajo që unë dua me ju të ndaj është me sa vijon. Pse në ndodh kjo? Unë mendoj pikës pari sepse ne nuk jemi egoist, nuk mendojmë vetëm për vete, jemi transparent, nuk jemi tinzar, jemi të drejt për drejt dhe autentik. Ne nuk kemi standarde të dyfishta, atë që e flasim, atë edhe e veprojmë. Ne e dim se nuk mund t'i kënaqim të gjithë, por ky është parim hyjnor, nuk mund të jesh i mirë për të gjithë. Por, si ndodh që pala tjetër të na zhgënjej, nga e cila ndoshta me shpresë se gjithçka do të shkojë në nivelin e normales dhe me dinjitet. Por ata që na zhgënjejnë, ata një flasin, tjetër mendojnë, kurse të tretën e veprojnë. Përderisa ne jemi të preokupuar që ti avansojmë vlerat kolektive, vlerat e përgjithshme, mbar shoqërore, pala tjetër vepron në prapavi duke përhapur intrige dhe mashtrime dhe me manipulim dinak dhe perfid i nënshtron ata që i dëgjojnë me të vetmin synim për mbushjen dhe finalizimin e interesave personale profit prurse. Pra, ata gjatë tërë kohës përderisa ne angazhohemi, ata punojnë në prapavi, më falni, për vetveten. Pra egoja e tyre, uni i tyre qëndron mbi gjitha. Përderisa ne vazhdojmë të jemi dinjitos, pala tjetër pasi të ndalet shiu dhe stuhia, as që të njeh për shpëtimtar. Bile lavdërohet edhe për punët që i kanë bërë të tjerët, sikur ti kishte bërë vetë. Përfundimi është ky, të nderuar miq.
të bësh mirë nuk do të thot me automatizëm se do të kthehet me të mirë. Kjo thënje, besoni, nuk qëndron, spaku në të shumtën e rasteve. Ka shumë nga ata që si kanë bo mirë askujt, por punët i kanë të gjitha në dizen. Dhe ka nga ata që kanë bërë mirë, po kanë kaluar në hares. Dije se nëse ke ndërtuar diçka të madhe dhe me vlerë, të parët që do të rënojnë janë ata që të kanë përqafuar dhe duar trokitur përderisa ti ke qenë qka aktiv. Dije se ideali dhe qëllimi nuk shkojnë bashk, as një herë, sepse ndodh që ti të kesh ideal të pastër, por pala që i ndihmon, ka vetëm një qëllim të pist në kokën e ti. Dhe në fund, ideali qka? Pëson humbje. Ai që duhet, ose, më falni, ai që mendoj se duket i heshtur dhe i urt, dije se në brendi nuk është i tillë, por është i nxarr. Në publik, hipokritët janë shumë të matur. Kjo është metoda me të cilën ata ja arrin të manipulojnë masat popullore. Dhe për fund fare, pa mos e zgjatur shumë, zhgënjimi mbetet një sfidë. Kush e di sa syçel të jesh? Zhgënjimi, si duket, po e përcjell jetën tonë hap pas hapi. Dhe kohë mbas kohe do të ballafaqohemi dashtëm apo nuk dashtëm ne me atë zhgënjimin i cili ta vret shpirtin, besoni. Sepse kjo është edhe më i rëndë kur vjen nga personat për të cilët ti ke bën ndonjë investim, qoftë shpirtëror, qoftë material, dhe çka të kthehet me një bumerang të cilin mund të përshkruash sikur dikush të ta ngul thikën pas shpine. Ne të lutemi, o Zoti ynë, ktheje zhgënjimin tonë në sukses dhe lumturi. Sa u përket bushkelësve dhe zullumqarve, ata janë në dorën tënde dhe ti vepro si të duash me ta, sepse ti je më i miri gjyqtar dhe ty të takon sundimi i qieve dhe i tokës. Amin.